Gjesti, një nga emrat më të përfolur të Big Brother VIP Albania 4, duket se është në prag të një suksesi të madh jo vetëm brenda shtëpisë, por edhe jashtë saj. Sipas burimeve të sigurta, Top Channel ka vendosur t'i ofrojë atij një kontratë spektakolare në vlerë prej 500.000 euro për një periudhë 2 vjeçare bashkëpunimi. Kontrata do të zgjasë 2 vjet, gjatë të cilave Gjesti do të punojë ekskluzivisht për Top Channel. Ai do të marrë pjesë në koncerte dhe çdo aktivitet tjetër ku televizioni ka interes, duke bërë atë pjesë të pandashme të projekteve të tyre. Gjesti do të ketë një menaxhere personale, e cila do të rezervojë çdo angazhim artistik dhe televiziv për të. Ky është një hap i madh për karrierën e tij muzikore, duke u siguruar që të jetë gjithmonë në qendër të vëmendjes. Duke rikujtuar Louise Aylin, fituesin e Big Brother VIP Albania 2, i cili kishte një kontratë 1 vjeçare me Top Channel, është e rëndësishme të theksohet se ndërsa Louise përfitonte 1% nga koncertet, Gjesti ka një kontratë fikse dhe shumë më të lartë në vlerë monetare, duke e bërë atë personin më të përfituar nga të gjithë ish-banorët e Big Brother VIP. Duke marrë parasysh përfitimet e jashtëzakonshme nga kontrata, shumë po spekulojnë se kjo marrëveshje është një tregues i qartë se Gjesti është fituesi i sigurt i Big Brother VIP Albania 4. Ndërkohë që fansat e tij mezi presin përfundimin e spektaklit, një gjë është e sigurt, Gjesti po e përforcon emrin e tij si një yll në rritje në skenën muzikore shqiptare. Me këtë kontratë dhe mbështetje të plotë nga Top Channel, Gjesti po shënon një kapitull të ri në jetën e tij artistike, duke u bërë një nga figurat më të kërkuara dhe më të suksesshme në industrinë e muzikës dhe televizionit. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!